Mbrëm zyrtarët policor të Departamentit të Policisë për Siguri në Komunikacionin Rrugor të Gostivarit kanë arrestuar 50-vjeçarin IF nga fshati Banjice Poshtme e Gostivarit. Gjatë kontrollit në komunikacion në rrugën Zhivko Brajkovski në Gostivar është ndaluar automjeti i pasagjerëve Shkoda me targa regjistrimi të Gostivarit i drejtuar nga IF dhe pas ndërmarrjes së masave është konstatuar se i njëjti është në ndikimin e alkoolit, që do të thotë se i është matur niveli i alkoolit në gjak 2.17 promil. Ai është larguar nga qarkullimi dhe është ndaluar në komisariat dhe pas dokumentimit të plot të rastit, ndaj tij do të bëhet kallëzim penal nga neni 297A i kodit penal, drejtim mjeti në mënyrë të pakujdesshme. Gjatë ditës së djeshme është kryer kontrolli intensifikuar i automjeteve dhe drejtuesve të mjeteve në zonën e SPB Tetov. Gjatë kontrollit janë sankcionuar gjithsej 43 drejtues mjetesh për parkim të paligjshëm të automjeteve. Nga këto, 13 automjete janë ngritur me mjet special Merimang. Gjithashtu janë sankcionuar edhe 66 lloje të tjera të kundërvajtjeve në komunikacion.